Faleminderit për kohën. Pas në studio, përpara se të futemi tek tema, kemi një material të shkurtër i cili na flet për rëndësinë e marrjes së frutave dhe perimeve, sidomos tek moshat e reja, pastaj do ta zgjerojmë sigurisht bisedën tek të gjithë dhe do të fokusohemi sigurisht tek temperaturat e larta. Shkojmë dhe i shohim këto informacione, kthehemi me uratën në studio. Ushqimi i shëndetshëm nuk është vetëm përgjegjësi e të rriturve. Është zakon që duhet të fillojë qysh në fëmijëri dhe adoleshencë. Ajo që vendosim në pjatën e fëmijëve sot mund të përcaktojë shëndetin, energjinë dhe mirëqenien e tyre për vite me radhë. Studimet tregojnë se fëmijët që hanë më shumë fruta, perime dhe produkte të freskëta kanë jo vetëm trup më të shëndetshëm, por edhe performancë më të mirë në shkollë dhe cilësi më të mirë të gjumit. Një fakt interesant, fëmijët që hanë mëngjes çdo ditë kanë deri në 20% më shumë rezultate të mira në testet shkollore krahasuar me ata që e anashkalojnë mëngjesin. Një tjetër detaj i rëndësishëm është lidhja mes ushqimit dhe gjendjes shpirtërore. Sipas ekspertëve të nutricionit, konsumi i rregullt i ushqimeve të pasura me omega-3, si peshku, arrat dhe farat, ndihmojnë në përmirësimin e humorit dhe reduktimin e simptomave të ankthit dhe stresit tek të rinjët. Pra, ajo që fëmijët hanë ndikon jo vetëm në trupin, por edhe në mendjen e tyre. Në Kosovë, si edhe në shumë vende të tjera, sfidë mbetet konsumimi i tepërt i ushqimeve të përpunuara, pijeve të gazuara dhe ëmbëlsirave. Sipas të dhënave të fundit, rreth 1 në 4 fëmijë në moshën 7 dhe 14 vjeç ka peshë më të madhe se sa norma e rekomanduar për moshën e tij. Ky është një sinjal që tregon nevojën për më shumë vedisim dhe angazhim nga prindërit, shkollat dhe institucionet shëndetësore. Një shembull frymëzues vjen nga Finlanda, ku që në shkollat fillore fëmijët mësohen të kultivojnë perime në kopshte të vogla dhe të përgatisin vetë ushqime të thjeshta. Ky model ka ndihmuar në krijimin e brezave më të vetëdijshëm për ushqimin dhe ka ulur ndjeshëm nivelet e obezitetit në moshat e reja. Formimi i shprehive të mira ushqimore është një proces që kërkon kohë, durim dhe shembull personal. Çdo vakt i shëndetshëm, çdo pjatë e larmishme dhe çdo zgjedhje e mirë sot është një hap i vogël drejt një të ardhmeje më të shëndetshme, sepse kujdesi për të rinjtë tanë nis nga gjërat e vogla. Nga një mëngjes i mirë, një pjatë plot ngjyra dhe një dashuri e përditshme për jetën e shëndetshme. Nga detajet e vogla, po që besoj që me uratën këto do t'i zbërthejmë edhe ma shumë edhe do i flasim patjetër. Urata dhe njerë faleminderit që ki gjetë kohë, sa është të rëndësishme ushqimin këtë kohë shumë të nxehtë edhe çka duhet me konsumu, kështu fillimisht. Tash gjatë verës, tash është sezona pak më e nxehtë, temperaturat vishë po rritën, kjo sigurisht që ka më ndikuar edhe në trupin tonë. Prandaj është e rëndësishme mi kushtu shumë rëndësi se çka po konsumojnë, çfarë ushqime po hajmë edhe çka po pina. Për shembull nëse e shohim ka ana e ushqimet, do të mos siguru që po marrim ushqim i cili është i freskët, i cili ka sasi të lartë tujet, për me na majt pak më shumë të hidratuar gjatë këtyre ditëve të nxehta, edhe me qenë i freskët, domethënë. Mirë është që edhe hidratimit mi kushtu shumë rëndësi. Hidratime do të mi kushtë rëndësi sidomos moshat e reja edhe moshat pak më të vjetra. Mande janë gratë shtatëzan, gratë lehona, edhe njerëz cilët kanë sëmundje kronike apo sëmundje kardiovaskulare, sëmundje të mushkërive. Çish mundet më bëj hidratimi gjatë këtyre ditëve nxehta, me anë tujet, është opsioni i parë. Po mirë është më bo edhe ma në qajrave. Për shkak qajrave bimor, mi ftoft, nëse na vjen edhe shumë nxehtë, edhe përmes frutave edhe perimeve. Tash gjatë kësaj sezone është e mira që kena llojshmëri të dy palëve, edhe frutave dhe perimeve. Për shembull prej frutave kena bostonin, pjepnin, boronicat, pjeshkat, edhe këto janë të pasura me vitamina dhe minerale që na ndihmojnë në sistemin imunitar. Kurse prej perimeve kena trangoj, domate, salatat e ndryshme që edhe këtë mi përëzi boni për lloj salate, na majnë pak ma shumë të ngopën gjatë ditës edhe na ndihmojnë edhe më hidratu edhe me pastru organizmin. Po ashtu do të më fokusu edhe tek ushqimet tash për shembull karbohidratet edhe proteinat, yndyrnat e shëndetshme. Mirë është më fokusu te yndyrnat të cilat janë për shembull vaji i ullirit, arrat, farat. Ose nëse anohemi tek proteinat për shembull, kemi proteinat që treten ma lehtë. Mishi i peshkut
peshkut, mishi I pulës, vezët, kosi, qumshti, produktet e tjera. Edhe në bazë këtyre ushqimeve kena me qenë ma t'hidratum, kena me qenë ma të ngopur gjatë ditës, edhe nuk kena me ndje ndonjë lodhja apo plagështi. Vërtet. Rëga që ne flasim për rëndësinë e hidratimit të gjostine, por besoj që shtohet nevoja për të hidratu më shumë, përderisa ekspozohemi në temperaturat të larta, kur ne mundemi me humb lëngje dhe përmes djersës apo jo. Sa është ajo minimumi I konsumimit të ujit në këtë rast ose lëngjeve për ditë? Tash rreziku shfaqet, sidomos më fillojmë edhe me djersit pak më shumë, se ma ndjesët ju vetëm që hupim ujin, po mund të me hup edhe mineralë që janë shumë esenciali për jetë, shau natriumi, kaliumi, magnezi. Me rëndësi është që duhet me ditë se çka po fusin në organizëm, edhe çysh rikthejnë këto elektrolit. Për shembull me anë të langjeve, pemëve dhe perimeve mund të më rikthy. Nëse na nuk hidratohemi, edhe me anë djersës, qoftë 2 deri 3% mu largu uji nga trupi, mund të me shkaktu problemet ndryshme, për shembull kokdhimbje, plagështi, marramendje, edhe mund të me shkaktu edhe nervoz gjatë ditës, prandaj duhet mi kushtu shumë rëndësi. Mirë, me edhe këto për asistim, derisa të parashtrojmë një pyetje, po që urat besoj që e përmende për shkak të nxehtësit, trupi normal largon lëngjet edhe si rrjedhimisht mund edhe të ndihemi të lodhur edhe të plagësht, po në këto gjithmonë themi që duhet me pas shumë kujdes në ushqim, sidomos te pjesa e shëndetit, kështu që mi ik mishrave pak më shumë, që me konsumu sallata, edhe më smart të helmimi. Shohim që verës predispozohet shumë shpesh që me u helmu për shkak të ndoshta kësaj nxehtësie shumë të madhe. Për ata që janë kështu marakli për mish, qysh duhet me zaventësu atë pjesën e mishit që faktikisht qofse edhe kemi dëshirë verës me pas kujdes në konsumimin e mishin këtë rast, qumshtit po edhe tjerave gjërave. Mirë, mas pari nuk jam kontër me largu mishin plotësisht. Mirë është pak mu rallu, edhe nëse dojna bashkë me konsumu mish, le të konsumohet mishi që të rritet pak ma letë. Për shembull, qysheceka, mishi I peshkut, mishi I pulës, mishi I shpezve në përgjithësi, le të konsumohet, edhe nëse konsumohet mishi I kosh që mos teprohet, për arsye se I vjen pak ma shumë kohë mu të rritë në organizëm, edhe mandej mund të me shkaktu pak lodhje edhe pak plagështi gjatë ditës. Përndryshe, ka ana e helmimeve, duhet të mu kujdes shumë, sidomos gjatë këtyre kohëve të nxehta, për arsye se është ajo koha ideale mu zhvillu shumë ma shumë bakterjet, edhe sidomos nëse nuk kujdesemi me u mundu me rujt ushqimin që shdohet. Le të mundohemi në frigorifer, me I mbajt ushqimet, edhe me këshyr, me kontrollu ushqimin datë nëse kanë tendencës, me kontrollu para se me konsumu, nëse ka ndonjë shaj që nuk do të mu konsumu, edhe në këtë farë mënyrë mund të me pak a shumë një largu helmimeve më shumë. Ne po flasim për helmimet që mundë me ndodhë prej produkteve që ne I përdorim dhe I përgatisim në shtëpi, po ato janë raste shumë të shpeshta në qoftë se përdorim ushqim të përpunuar dhe e blejmë në rrugë apo jo tek ushqimet fast food. Definitivisht, naturalisht kena vërejt që edhe verës vetë trupin një farë mënyre I refuzon ushqimet e randa, edhe pse jo me ndëgju trupin çka po të thot. Për shembull, mi ushmang ushqimeve procesume, fast foodave, ëmbëlsirave, pijeve të gazume, këto përveç kënaqësisë momentale që e kanë, kur fartë mire tjetër nuk mundën me t'jep, nuk kanë landë ushqyse. Dhe më thonë të majnë për një kohë shumë të shkurtë ngopon, edhe mandej me njerë kam të lëshu ato nivellet e energjisë, edhe keme do shpa tjetër me ushqy diçka tjetër me konsumu. E pse ndodhë kjo që zakonisht trupi verës nuk edhe mëngjesin, edhe drekën, edhe darkën nuk e pranon? Çka ndodhë kështu në aspektin shkencor? Pse trupi, shembull, verës I refuzon këto ushqimet, këto ngarkesa? Pse është? Tash trupi mundohet me rujt temperaturën e brendshme, edhe në mënyrë që me rujt qatë temperaturë të brendshme, ka mundu me shfrytzu sa ma pak. Do me thonë e ka aftësinë termoregulluese, me mbajt temperaturën e brendshme në rregull. Kjo mënyrë, qysh arrihet kjo? Arrihet në mënyrë që, do me thonë tretja, me u boma nga dalje, s'ka nevoj më ngarku trupi, e në atë farëlloj mënyre ka me kërku ushqime shumë atleta. Për shkak nëse konsumojmë brumrat, shumë të mishat të rëndum, ushqimet fërgume, shumë kena me vrejt edhe vetë që trupi ka mundi ma I lot, ma I frym edhe ma I plagsh gjatë ditës.
Po, ndryshon këtë aspekt, ndoshta edhe rutina, duke qenë në temperatura, për ato raste kur nuk kemi ndoshta një angazhem ose një orar caktuar, bëhemi më ndembel, apo zgjohemi më herët me diellin. Tash gjatë Apo është individuale. Unë për shembull nuk e refuzoj. Të nxehtin e kam funksionon shumë më mirë në këto temperatura. E mundet me qenë pak individuale, po besoj. Mirë po, tash edhe gjatë verës shumicës njerëzve nuk është që ju kanë oreks, nuk është që ju hahet ushqim. Ma shumë bazohen tek pijet e gazume, akulloret, edhe këto ushqimet e tjera, cilat mundën me qenë freskuse, po prapë nuk është që t'jep me ndonjë vlerë ushqyese. Mirë po, mirë është mundu mi zavëncu me alternative më të shëndetshme. Për shembull vend të langjeve të gazume ka langje natyrale, të pembe domethënë, ose kompotet që mundën mu përgatitur në shtëpi pa sheqer, e tjera. Me Diana shembull nuk e ka problem, po ti në këtë rast edhe unë kemi problem zetin, so përshojmë me Diana po ashtu më e qetë. Po ideja është që shumë persona e kanë problem zetin verës, jo vetëm gjeneratat e reja, të mesme, ata në mosh pak më të shtyrë, po gjithmonë themi që verës është mirë me konsumu salata, nuk di po gjithmonë cekët kjo pjesa që me konsumu salata. Nxen vendin salata si një prej atyre po e them kështu ushqimeve të lehta që janë shumë freskëta, po edhe që japin forcë, japin energji. Shumë njerëz që verës vetëm sallata konsumojnë. Nëse edhe të frutave dhe të perimeve funksionojnë të Po, dyja mirë. definitivisht po, po për shkak nëse bazohemi në anë të sallatave me anë të perimeve. Kjo është një rast shumë i mirë për shkak tek njerëz me mbi peshë, për arsye se edhe metabolizmi është pak më i shpejtë gjatë kohës verës, edhe qysh mundet më bëj hidratimi tek njerëz me mbi peshë, ky është për shkak me anë të sallatave të ndryshme, po flas më shumë ka ana e perimeve. Për arsye se nëse hajnë sallata, konsumojnë sallatë domethënë me pemë, atëherë ato munden me shtu më shumë kalori se çdo, e të mbi pesha nuk është synimi të me shtu kalori. E qysh të është sallatat, mirë është më konsumu, sallatat me perime, për arsye se të marrin gopur pak më shumë gjatë ditës, të hidratojnë edhe e bën një farë lloj pastrimi të organizmit. Kështu që definitivisht duhet mi përfshi sallatat, kur dëshiron edhe pak me shtu diçka proteina mundet të marrin të mishit pulës, mishit të peshkut, edhe bëhet një farë sallate shumë e shishme. Edhe pse edhe sallatat, për shembull sallatën e gjelbërt, është shumë e rëndësishme me pastru mirë, se ndodh shumë shpesh që ato pesticidet. Ç'është bëhet kjo sallata kështu? Mi gjitha pemët dhe perimet, sidomos domethënë këto dy kategori preferohet mi kushtu rëndësi që shpo pastrohen. Me ujë, mundohet me sot bukës. Madhe me ujë, po, sot bukës edhe me lon pak me qëndru në qatë ujë edhe mandej mi pastru. Thuhet se i neutralizon pak pesticidet, mirë po duhet mi kushtu rëndësi pastrimit për arsye se mandej pesticidet ndoshta për një kohë të shkurtë, jo për një afatgjate, mundet me shkaktu probleme të ndryshme. Edhe ato çka mundet me u hekë lëkura, pse kryesisht tonat mirat janë te atë, le t'i hekët. Në që dhe me pas kujdes, sepse shëndeti është mbi të gjitha, apo jo. Po hajde flasim për disa kategori që janë ndoshta pak më të ndihshme në temperatura të larta. I përmend edhe ti, fëmijët, pastaj gratë shtatzana, personat në moshë, personat diabetik ose me sëmundje kronike, cila do të ishte një shujtë ditore që ti e rekomandon? Tash çka kisha preferu për shkak sidomos tek këto kategori, se për arsye të ndryshme mundet mua rrugë shumë bo hidratime ose kanë probleme ndryshme, mirë është që të fokusohen për shkak sidomos te pemt apo perimet që kanë indeks glikemik më të ulët. Për shembull te frutat kemi boronicat, bostonin, pjeplin, këto janë disa opsione të mira që mund të më konsumu. Mandej edhe me perime si e seka edhe më herët mund të më bëj sallata të ndryshme. Këto edhe kanë ndihmu pak a shumë hidratu. Për ndryshe, çka kish qenë mirë më fokusu pranë proteinat e lehta që të rriten lehtë, mishi i peshkut, mishi i shpezë, vezët, kosi, jogurti, karbohidratet komplekse, këto e kanë indeks glikemik pak më të ulët, për shembull. Cilat ushqime hyn te karbohidratet komplekse? Te karbohidratet jemi pak të ndihshëm si popull, e dim që e dojmë brumin. Po, për shembull orizi integral, quinoa, milli integral, këto janë disa opsione që mundemi me përgatitur ushqime me ato, edhe janë më të shëndetshme definitivisht se për shembull çysh e kishim krahasu me millin e bardhë ose pastat e bardha. Edhe masadi edhe normal i përfshi fibra, proteina, të gjitha këto, kos, jogurt, të përfshihen të gjitha, nuk ka me pas problem. Definitivisht balanci është kyç për gjithçka me funksionu që dohet. Kush është gurman këtu i ushqimit, e kom pas që nuk pyesin shumë, edhe verës edhe dimrit kush është gurman, po si të bëhet zgjidhja atyre?
Që të paktën ta keni një farë balanci që e përmende vetë, që në të vërtetë tu ikin se është shumë e rëndësishme mos me ardhi te elmimi edhe te që është potenciali është i madh real, është kështu edhe ka me shumë pak kështu se nuk e din mund ndodhen në shtëpi edhe jashtë shtëpisë. Probabiliteti është më i madh me ndodhja e shtëpisë, po që ndodh shumë shpesh vetes. Mirë kish me qenë tash sa më shumë le të shmangim ushqimeve jashtë, sidomos restorante, fast foodat e ndryshme, le të shmangim sa më shumë. Le të bazojmë më shumë ushqimet në shtëpi që cilat i përgatisim me shumë çka po bojna, pastërtia është në nivel të lartë. Edhe le të përfshihen sa më shumë pemë perime, të llojeve të ndryshme, ngjyrave ndryshme përfshihen sa më shumë, nuk ka me pas asnjë problem. A përgatiti mirë këtu? E kuzhinieri mirë? Po, çka këtu ditë, si bëjnë një çka bëjnë një ditën, çka bëjnë? Po, zakonisht filloj me drithra, me fara të ndryshme, ndonjëherë bëj me jogurt, ndonjëherë me kefir, zakonisht e shoqëroj edhe me fruta të ngrim. Majnë pak më shumë të ngopur gjatë ditës, dhe janë shumë të shëndetshme, kanë proteina, kanë fibra, i kanë gjitha. Gjatë ditës? Mandej gjatë ditës kryesisht konsumoj sallata, gjella verore, edhe janë të hidratueshme, edhe pak më të freskëta këto ditë të nxehta. Çka me bëna që s'di me përgatit edhe pritoj me përgatit? Ka zgjidhje se je nutricist, apo më lënë? Po mirë, tash dohet secili ato që ka mundësitë e veta, nëse dikush. Jo, është e rëndësishme, ata që janë punë edhe tash jo çdo kush ka edhe mundësi edhe besoj që është që më bëni zgjidhje, çka e preferon? Mirë, tash secili sipas mundësive të veta, mirë po kush ka mundësi mi përgatitë në shtëpi, disa ditë më herët, një ditë më herët le ti përgatit në shtëpi dhe le ti merr me veti, çaj është opsioni më i mirë. Po mandej secili sipas mundësive të veta, nëse dikush nuk ka kushtet, nuk e ka kohë, nuk i premton koha me përgatitë në shtëpi, nuk ka çfarë bëj, duhet më hangër jashtë, po le ti zgjedh ato opsione ble pak më të shëndetshme, le të mundohet. Sot mundësit janë, edhe siç e the edhe ti, Vera ti jep më shumë lloje edhe të frutave dhe të perimeve që mundën me zaventsu një vakt me ndonjë pica ose hamburger ose diçka të ngjashme për çka cilët e dim që nuk janë të dobishme për shëndetin tonë. Urata faleminderit shumë, kënaqësi gjithmonë me të pas pjesë të pasdites tonë. Faleminderit shumë për juve. Ishte kënaqësi, Urata, faleminderit.